rasuluhu thumma amma ba'du. Të gjitha lavdit, mirënjohjet, falënderimet janë vetëm për Zotin ton, Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë, për i ti falje, udhëzime kërkojmë, salavat dhe salamet, përshëndetjet më të mira, më të plota, më të përsosura, mbi njeriun më të mirë, mbi Muhammed Mustafan, alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, do t'i ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që të shfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti dhe hadithi Muhammedit alayhi salatu wassalam, duke i shoqëruar këto shpallje me shpjegime të dietarëve dhe imamëve të muslimanëve. Ne kemi filluar të shpjegojmë qysh një kohë të gjatë hadithet të cilat i ka grumbulluar Imam Bukhariu rahimahullahu teala në librin e tij të dytë që e ka pas librit Sahihul Bukhari, Sahihul Jami', El Adabul Mufrad, edebi i veçantë, edebi i muslimanit, edebi i një besimtarit të mirë. Kapitull pas kapitulli ardhëm deri tek kapitulli i duave, i lutjeve. Andaj Imam Bukhariu tani do të sjell një varg hadithesh nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, të cilat do të na shpjegojnë neve se si duhet një besimtar të lutet, cilat janë lutjet e mira, sikur që filluam në ligjëratën e xumas së kaluar se çfarë thonte Muhamedi alayhi salatu wassalam kur zgjohej në mëngjes, kur dilte drita, e pastaj me lutjet të radhës se do të shohim me lenin Allahu te bareke ve teala, pastaj cilat janë kushtet për një dua të pranuar, cilat janë rrethanat të cilat Zoti i përgjigjet lutjes, dhe cilat janë ato të tjera të cilat lutja pengohet që mos ta merr përgjigjen e duhur të shohim të gjitha me lenin Allahu subhanahu wa taala. Thot Imam Bukhariu pas kapitullit se çfarë duhet besimtari të shprehë për mirënjohjeve kur të zgjohet në mëngjes, thot babun man da'a fi ghayrihi min ad-du'a. Thot kapitull për atë i cili bën dua, bën lutje për të tjerët prej vëllezërve musliman. Do ta shohim këtu një hadith dhe lidhja në mes adresës, titullit dhe hadithit është shumë e hollë, sikur që kanë përmend komentuesit në këtë kapitull të Imam Bukhariut rahimahullahu teala. Thot Imam Bukhariu kapitull ai i cili lutet për tjetrin. Ai i cili lutet për tjetrin. Dhe në hadith ka ardhur sahih nga pejgamberi alayhi salatu wassalam se kur besimtari lutet për besimtarin pas shpine, pra në mos prezencë të atij për të cilin bëhet lutja, Allahu subhanahu wa taala e bën kabull, nga se melekët thonë o Zot përgjigju. Në këtë hadith ka sjell një ngjarje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e cila lidhet me pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe një varg pejgamberësh më herë dhe ngjarjet e tyre. Thot Ebi Hurajra, thot an Ebi Hurajrata radhiyallahu an qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Imam Bukhariu nga Ebi Hurajrata radhiyallahu an, nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe kemi përmend se Ebu Hurajra është nga ata që transmetojnë shumë hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thotë kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë hadith: Innal Karima ibn al-Karim Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim Khalilur Rahman tabaraka wa ta'ala. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, bujari i biri bujarit, i biri bujarit, i biri bujarit. Pra katër njerëz të mirë, njëri pas tjetrit, si cili më i mirë se tjetri derisa të mrin tek Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Kush janë këta njerëz të mirë? I miri, i biri të mirit, i biri të mirit, i biri i të mirit. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, është Jusufi, djali i Jakubit, Jakubi djali i Ishakut, edhe Ishaku djali i Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Jusufi është pejgamberi i zgjedhur i Zotit te bareke ve teala, për të cilin apo në emër të cilit apo ngjarje të cilit ka zbritur në Kur'an një sure e tërë, suratu Yusuf, surja e Jusufit alayhi salatu wassalam. Dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka pas zakon që sahabët e vet ti formon
dhe t'i ndërton dhe t'i edukon me emrat pejgamberëve, me ngjarjet pejgamberëve, me qëndrimet pejgamberëve. Andaj shpesh u ka përmend. Andaj në këtë hadith ka ardhur inel kerim ibn el kerim. Ai i cili është bujar dhe është baba në bujar, 4 vete ka përmend nga pejgamberi i Zotit te bareke ve teala. Pse i ka përmend këta? Nga se ne e shohim në Kur'an se Zoti i Madh te bareke ve teala përmend ndonjëherë ngjarjet pejgamberëve që nga e para e lexuar apo nga mendimi i parë që mund ta percepton lexuesi i Kur'anit, mund të mendon diçka jo të saktë për këtë pejgamber. Sikur që do t'i përmend disa raste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjatë përmendjes së këtyre rasteve, pejgamberi alaihi salatu wasallam bën dua dhe thot rahimallah, Allahu e mëshiroft vllaun tem, Allahu e mëshiroft vllaun tem, këtë jetën e kështu me radhë. Andaj, shiko, ka ardhur këtu në hadith se këta 4 njerëz janë bujar, njerëzit mirë. I ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala. Jakubi është Israili. Jakubi është Israili i cili përmendet shpesh në Kur'an me popullin e vet. Ja bani Israile, wa idh akhadhna mithaqa bani Israile, dhe ne e morëm besën nga bijtë e Israilit. Këta kanë qenë njerëz të zgjedhur derisa ka ardhur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, dhe atëherë ka kalu pejgamberia nga bijtë e Israilit tek arabët. Pra nga fisi i Jakubit, i Ishakut, ka kalu deri tek fisi i Ismailit alayhi salatu wassalam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdimin e hadithit, thot law labithtu fi sijni ma labitha Yusufu thumma ja'ani ad-da'i la ajabtu idh ja'ahu ar-rasul fa qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balu an-niswati allati qatta'na aydiyahunna. Sadaqallahu al-azim. Të vërtetën e ka thënë Zoti jon te bareke ve teala. Çfarë thot këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ju e dini ngjarjen e Jusufit. E keni dëgjuar nga hoxhallar, nga dietar, e kemi përmendur edhe në vargje të ligjëratave të cilat i kemi mbajtur për Jusufin alayhi salatu wassalam. Një pjesë e jetës që ka ndodhur Jusufit alayhi salatu wassalam është në burg. Ka hyrë në burg, se nuk i është përgjigj joshjes dhe provokimit të princeshës të asaj kohe të Egjiptit. Dhe konflikt dhe fërkim pas fërkimi i futet në burg. Pastaj vjen një mbret dhe e thirr Jusufin alayhi salatu wasallam se i duhet, apo dhe e çon një ambasador, një delegat, thot shko te burgi, bëma Jusufin këtu. Nëse i duhet për ministri, i duhet për komentim të andrave kështu me radhë. Dhe kur ja çon njërin për ta nxjerrë më një herë nga burgu, mbreti, ta nxjerrë nga burgu Jusufin alayhi salatu wassalam, Allahu subhanahu wa taala ka tregon se Jusufi s'del. Por me hi me një vend, e shti me dhun, apo me dal, ka thonë jo. Kur ja ka quë delegatin dil pi burgit, Allahu subhanahu wa taala tregon Kur'an se Jusufi alayhi salatu wassalam i ka thonë irji ila rabbik, kthau te zotnia jot, kthau te shefi jot, fas'alhu ma balul niswati allati qatta'na aydiyahunna. Tha jo, ka dalën ja, nuk dal. Nëse ka dash me pastrue nderin, ka dash me pastrue atë çka është akuzue prej provokimit që ja ka bëhe princesha. Çfarë ka thënë? Ka thënë shko vetë mbretin. Çiko, dhe se ka përmend atë gruën, që mos ta ranoje prap. I ka përmend gratë, ma balun niswati allati. Se ka përmend atë gruën prap që t'ia ruje statusin. Ka thënë shko vetë ato gra kur kanë nejt në mezhlis që i ka mbledh për me darkue dhe i ka gostit princesha. Kur ka hi Jusufi alayhi salatu wassalam, ato i kanë prej durt për bukurisë që ka pas Jusufi alayhi salatu wassalam. E ka thënë ti shko vetë mbretin para se me dalune, pse ato gra i kanë prej durt. Edhe kur e ka pyet këtë Jusufi, kur e ka pyet ka mbreti, ka mbledh, atëherë na vazhdon Allahu subhanahu wa taala për na tregon se princesha ka thënë el ana hasal haq. U kri tash dule vërteta se ana rawat tu Yusuf. Unë e kam provokuar Jusufin. Jusufi ka qenë i pastër. Atar kur pastrohet nderi Jusufit, atar Jusufi thot tash dal. Mirpo pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam për ta treguar vlerën e Jusufit, nga se pejgamberi jon alaihi salatu wassalam i ka pas të mbledhura gjitha vlerat e kit pejgamberve. Sikur që transmetohet nga Wahb ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala, dietar për dietarët muslimanëve, çfarë ka thënë? Ka thënë mi mbledh mendjet dhe trut e kit botës
dhe me e marë mendjen e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me një anë, mendja e Muhammed sallallahu alaihi wasallam është më e rëndë. Ajo më inteligjenti i dunjas, ajo më i mençur i botës. Megjithatë, te pejgamberi sa ekziston mëshirë e madhe, butësi e madhe dhe mëshiri e madhe. Andaj çfarë ka thënë? Ka thënë: rahmeti Allahut qof mbi vllahun tem Jusufin. Pra Zoti e mëshiroft. Pse ka bëu dua, kanë komente të ndryshme dietarët. Apo ka dashur me tregu për sabrin e vllahut vet. Shire çfarë pejgamber ka pas më herët. Ka se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka pas traditë që t'i ngrit pejgamber të Zotit alayhi salatu wasalam. Edhe shpesh herë kur e kanë dëgjuar njerëzit se mundit më u shku mendja për Yunusin alayhi salam nga nuk duhet, çfarë ka thënë? La tufaddiluni ala Yunus. Mos thuni se unë jam më i mirë se Yunusi. Ekse më radh. Andaj e ka pasi tradit kur përmenën pejgamber t'i ngrit vlerat e tyre dhe ka bë dua për ta. Ka thënë Zoti e mëshiroft vllahun tem Jusufin. Çka ka thënë? Law labithtu fi as-sijni ma labitha la thumma ja'ani ad-da'i la ajabtu. Ka thënë alayhi salatu wassalam, me pas nejt mburg sa ka nejt Jusufi alayhi salatu wassalam, e pastaj më kish ardh delegati për me nxjerr pi burgit, unë mini herë kisha dal. A Jusufi s'ka dal mini herë. Jusufi s'ka dal mini herë. Pse e ka tregu këta pejgamberi alayhi salatu wassalam për me ngrit çështën e Jusufit? Po shiko, aja, pra me një fjalë, aja më së bërli se unë. Megjithëse dietar kanë thënë pejgamberi sa më së bërli se ai, po ka dorë ta nxjerrin pa vlerën e pejgamberit, vlerën e Jusufit alayhi salam. Ka thënë me pastor mua, unë kisha dal. Disa dietar kanë thënë kjo është lehtësim për umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Që nëse dikush për shembull i vjen mundësia me dal pi telashës, me dal pi krizës, le del e pastaj le ta pastron atë çka ka me pastru prej nderit dhe prej akuzave. Ata ka thënë me pasnejt sa ka nejt Jusufi, pastaj vjen njëri thotë dil, unë nuk i kisha thënë irgje, ktheu. Kjo është për doat që e ka bëu pejgamberi alayhi salatu wassalam për Jusufin alayhi salatu wassalam. Dhe këtu ka debate të tjera, mendime të tjera se si e kanë komentuar dietarët çfarë ka dashur me thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj ka përmendur një pejgamber tjetër dhe ka thënë: "Wa rahmetullahi ala Lut." Rahmeti Allahu qof mbi Lutin. Dhe ideja e këtij kapitulli, i cili është lutja, duaja, me bë dua kur përmendet njerëzit e mëlloj. Ana kur përmendemi pejgamberin themi alayhimus salatu wassalam. Kur themi Muhamedi themi sallallahu alaihi wasallam. Kur themi ka thënë Abu Bekri apo Omeri themi radhiyallahu an. Kur themi ka thënë një dietar apo një imam i muslimanëve themi rahimahullah, Zoti e mëshiroft. Sikur që ka transmetuar Imam Ahmedi nga Sufjan al-Thauri rahimahullahu taala, i cili ka qenë prej imamëve të mëdhenj të muslimanëve, ka thënë Sufjani: "Inda dhikri s-salihin tanzilu r-rahma." Kur të përmendën njerëzit e mirë, zbrat rahmeti. Sikur që është edhe kundra, sikur që thot Ebu Hamid Muhammad al-Ghazali rahimahullahu taala, se në përmendjen e njerëzve të këqij zbrat laneti. Sikur që përmendjen e njerëzve të mirë zbrat rahmeti i Zotit te bareke ve teala. Andaj shiko, çdo herë që ka përmend një pejgamber, ka thënë rahmetullahi ala akhi, ka transmetim vllau tem, Zoti qoftë rahmet. Dhe kjo është prej edebit që kur të përmendën në njëri madh, me u shoqëru dhe me ju bashkangjit kësaj fjalie një emër i madh, një dua, një lutje ekstremal. Çfarë ka thënë? Ka thënë Zoti e mëshiroj vllahun tem Lutin alayhi salatu wassalam. In kana la yawi ila ruknin shadid. Ka thënë aja ka pas mbështetjen e fortë, aja ka pas ndihmën e fortë. Idh qala liqaumihi law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid. Luti alayhi salatu wassalam me kanë sprovue. Luti alayhi salam është sprovu me popullin e vet, i cili ka qenë i shfrenuar në aspektin intim. E ka dash burri burrin, nuk e ka dash burri grujen. Kanë qenë të deformum, dhe Allah i ka shkatruar. E kanë ardhur do misafir të Luti alayhi salatu wassalam, do misafir. Edhe janë konë misafir njerëz burra, dhe ata i kanë dash burrat. Edhe kur kanë ardhur te Luti alayhi salam këta misafir, kanë ardhur do pi popullit vet, pi njerëzve mahallës vet, edhe i kanë bërë shtypje Lutit. Kanë thonë na dojnë me mi pa këtë djem, mi pa në aspektin e keq të fjalës.
Pra në kuptimin se na dojmë ta kthirmi, a na pëlqejnë këto. Hasha wa kella. A mund që para mendu sa rani ka arë lutit a.s. Para mendu të në shpitane ki do misafir. Edhe vend dikush thot, kalzojna këto burra që të kanë arë, se na dojna me pas kontaktin tim me ta, burr me burr. Dhe luti a.s. u ka nervozu shumë, u ka idhru shumë. Dhe çfarë ka thënë? Na tregon Allahu në surën Hud, ngjarje e madhe. Po këtu e ka huazua Imam Buhariu vetëm këtë pjesë nga hadithi i pejgamberit alayhis salam. Lau enne li, ka thënë luti alayhis salam, o ta kisha pas një takat, o ti kisha pas do njerëzi, t'ju kallzoj unë juve se am thuni mu juve ti shoh këto burra ajo. Në kuptimin e kes të fjalës, që të kenë marrëdhënie intime me ta, burr me burr. Ka thënë lau enne li bikum quwwa, ata kisha pas, ti kisha pas do njerëzit fort, e t'ju kallzoj unë juve. Pas e ka thënë au awi ila ruknin shadid, apo ta kem një mbështetje të fort, e t'ju shpartalloj. Pejgamberi alayhis salam, çfarë ka thënë? Ka thënë Allah e mëshirov vllajin tem, lutin. Aja ka pas krajin e fort. Mirë po, në atë moment, aja ka ditë që Zotin e ka me veti. E ka ditë që Allah e ka që pejgamber lutin alayhis salam. Mirë po, pse e ka thënë këtë fjalë? Se aty për aty, aja ka ditë, po sebebat ka thënë, o ti kam do njerëzit fort, do musliman të mirë, e një me ju më vini mua me thonë, gjermi mësafirt. Mësafir kuptimin negativ të fjales. Atëherë thot pejgamberi alayhis salam, Allah e mëshirov lutin, ndihmën e ka pas me veti. Ka dash me tregue, mos t'ju shkoje mendja se luti nuk e një Zotin e vet, por në aspektin e sebepeve. Allahu subhanahu wa taala ja ka dërguar Gjibrailin alayhis salam, edhe i ka thënë lutit alayhis salam, dil sabaharët, natën, hec, shloje venin, na kena punë me këta. Edhe e ka morë Gjibraili alayhis salam komplet vendin, e ka ngrit edhe ka kthin mbrapsht, dhe i ka shpërtallu ata njerëz. Këta njerëz të shfrënum, të degradum, të lajthit në këtë kuptimet e fjallës. Zoti na ruaj nga e keqja e kësaj vepre, e vladët, e fëmijët, e të gjithë të cilët kanë nevojë për me rujt këtë moral. Atëherë thot pejgamberi alayhis salam, fama ba'atha Allahu ba'dahu min nabiyyin illa fi tharwatin min qaumihi. Thot pejgamberi alayhis salam, minjëherë pas lutit nuk ka dërguar mo Zoti pejgamber vetë se ja ka bë familjen e madhe, që mos ta ngucet dikush. Apo se njerëzit nuk kuptojnë ndryshe. E lutja kon vet. Luti alayhis salam kon vet, andaj kur o pejgamberi vet reagon me melek, sikur që kemi përmend. Se çdo pejgamber i cili i legjitimohet mbrojtja dhe lufta, Allahu nuk e ndihmon me mrekulli. E çdo pejgamberi që Zoti nuk ja ka legjitimuar luftën, e ndihmon me mrekulli. Dhe lexoj Kur'anin këta e vërin. Prej te Musa alayhis salam, kur është legjitimuar mbrojtja dhe lufta, nuk ka më mrekulli pi qiellës. Ndërkohë që kur është e pa legjitimuar lufta, atëherë reagon Allahu subhanahu wa taala me melek të vet. Ktu ka reaguar me melek dhe ka dërguar Gjibrail alayhis salam. Pse ka bëu dua pejgamberi alayhis salam? Pse ka thënë Zoti e mëshirov vllajin tam lutin? Se e ka pas krahun, a ka thënë a më kanë ta kam një krah. Ama e ka pas për qëllim krahun fizik, krahun e njerëzve, domethënë ta ketë një lloj ushtrije të vogël e ti shpartallan këta njerëz të cilët kanë qenë të degraduar. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam se pas kësajna gjithë pejgamberët Zoti ka thënë me forcë. Apo i ka thënë me familje të fortë që s'kan pas mundësi me ibadat. Kjo është hadithi i dytë që ka sjell tek dua. Hadithi tjetër, kapitulli i radhës, thot Imam Buhariu, babu an-nakhilatu min ad-du'a. Kapitulli i ri, duaja an-nakhila mankhula, është kur është duaja e pastër, e filtruar, e sit. Apo tani jo çdo dua bëhet kabul. Sa njeriu thot unë lutem, do ta shohim pastaj. Dhe plot njerëz i bojnë dua, mirë po Zoti nuk ka pranon. Pse nuk ka pranon, do ta shohim. Nëse duaja nuk bëhet kabul vetë se ti bën dua, jo i ka një varg kushtesh. Cilat janë kushtet do të shohim sot me lenin Allahu te bareke ve teala. Thot Imam Buhariu, thot an Abdurrahman ibn Yazid qal, كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة فإذا لم أكن ثمة أرسلوا إلي فجاء مرة ولست ثمة فلقيني علقمة وقال لي ألم ترى ما جاء به الربيع قال ألم ترى أكثر ما يدعو الناس
wa ma aqalla ijabatuhum wa dhalika anna Allah azza wa jall la yaqbalu illa an-nakhilata min ad-du'a. Janë takuar Rabiu me Alqama dhe ka pas traditë të takohen, dhe një ditë për ditëve nuk ka mujt me e gjetë, se ka rastis. Atëherë i ka thanë, a nuk e she se çfarë po bën Rabia? Ka thanë, a nuk e she se sa shumë lutë njerëzit e Allah nuk ka pranon duan? Njerëzit bëjnë dua, Zoti nuk ka pranon. Pastaj ka thënë, kjo nga se Allahu subhanahu wa taala nuk pranon prej duave, pos ajo e cila është en-nakhila. En-nakhila është kur është pastruar, është bëhet lirë, është liru nga gjitha prangat dhe nga të gjitha njollat. S'ka, është e pastër. Në ta s'ka zullum, është e pranuar, është e bërë për të devotshmit dhe shkon te Zoti i Madh te bareke ve teala. Qultu awalaysa qad qala dhalika Abdullah qala wa ma qal. I ka thonë tash ky për Abdullah ibn Mas'udin. Ka thonë, a nuk thot edhe Abdullahu qështu? Ka thonë, po edhe Abdullahu thot qështu. Kush Abdullahu? Abdullah ibn Mas'udi. Qa ka thonë Abdullah ibn Mas'udi? Ka thonë, la yasma'u Allahu min musmi'in wala mura'in wala la'ibin illa da'in da'a yathbutu min qalbihi. Ka thonë Abdullah ibn Mas'udi, edhe pse këtë transmetohet si hadith, mirë po këtu Imam Bukhariu në Adabul Mufrad e ka sjell si fjalë të Abdullah ibn Mas'udi. Çfarë ka thonë Abdullah ibn Mas'udi? Ka thonë, Allahu nuk e pranon duan e ati i cili e bën duan sa për muni. Qysh i bje kjo? Hajta bëjnë një dua që tu. Apo kanë thënë dietarët, për shembull, kjo ju ndodh imamëve. Për shembull, është me xhamat, hajta ta bëjnë një dua pak më të mirë se sa e bën zakonisht. Po nuk e bën shumë sinqerisht. La yasma'u Allahu min musmi'. Ai i cili do muni, Allah s'ja merr. Ai i cili do mu pa, sikur që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai i cili shtirët i madh e zvoglan Allah. Ai i cili mbati vogël e rrit Zoti i Madh te bareke ve teala. Dhe kjo është kundërta me të kundërtën. Pastaj ka thënë, dhe Allah nuk e pranon duan e atij i cili është sa për sy e faqe. Sa njeri thot Allah i trujt, ama sa ka për qëllim. Bas shpirti thot inshallah çafën ja thën. A e pranon Allah i cilën e pranon biçën e dijave? Apo pastaj ka thënë, wala la'ibin. As Allah nuk pranon dua pe atij i cili lun. I qanë durët, banë dua, së sinqert, nuk o serios. Nuk e pranon Allahu te bareke ve teala. Pastaj ka thënë, nuk e pranon Allahu duan pos nga një lutës, ai cili bën dua, dhe kjo i del shumë qëndrueshëm nga zemra e vet. Pra këmbgul, o Zot ma jep, dhe është serios, dhe e di çka po lip, dhe e ka gjetë kohën, dhe nuk ka në ta zullum, Allahu subhanahu wa taala këtë dua e pranon. Ajo është dua e pranon Zoti i Madh te bareke ve teala. Sa njeriu thotë unë kam bëu dua, Zoti s'e pranon. Po ndoshta e ke bëu padrejtisht. Apo Allahu thot subhanahu wa taala në Kur'an, inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu nuk pranon dua, inma, kjo është kur e vërteton diçka dhe e mohon. Zoti nuk ta pranon vetëm se i devotshëm. Nëse i devotshëm, për shembull, nëse njëri bën dua kështu, o Allah banëm pejgamber, a ja pranon Zoti? Ose ja pranon? Nëse njëri thotë o Allah banëm sahabi, a ja pranon Zoti? Si ja pranon? Pse? Po kjo zulluma, ta ka kallzu Allah se s'bëhet, apo? Për këtë arsye, nëse një dua nuk i plotson kushtet, nuk pranohet ajo. Nëse ti për shembull ban dua kundër njëri të mirë, ti e ke inati për lukthin tan, ban dua kundër ti. O e thu o Zot merr ja të mirat e kështu me radhë. Ai përgjigjet Zoti jo, pse? Se ti padrejtisht e bëu këtë. Me e pranu Allahu këtë dua të njerëzve, shkatërrohen njerëzit. Dhe njëri ban dua kundër këtë mahallës vet. E ban nervoz, dikush thotë inshallah Allah i helaçi banket. Si ban Allahu, pse? Se kjo të ngut, o nervoz, s'është hak kjo. Andaj, shiko, e kanë pyet Ibrahim ibn Edhemin, njëri prej dietarëve të shuar për devotshmëri në kohën e parë të muslimanëve. I kanë thënë: ma baluna nad'u fala yustajabu lana. Ka thonë, çka puna? Na bëjmë dua, bëjmë lutje te Allahu subhanahu wa taala, po Zoti nuk na përgjigjet. Çka kjo gale e madhe kon sa herë. Me bë dua Zoti mos më të përgjigjë rana. A ti s'ki qare, s'ki zgjidhje pa i lutë Allahu subhanahu wa taala, se s'ki tjetër, i vetmi Zot, i vetmi Allah, i vetmi i cili kujdeset për neve. Atëherë, çka ndodh kur ne bëjmë dua dhe Zoti s'na pranon? Ku është defekti? Ka thonë Ibrahim ibn Edhemi, thot, i tham Ibrahim ibn Edhemit, ne po bëjmë dua
duke ju përgjigj fjalës Allahu subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Allah thot në Kur'an, thirrni, lutuni, unë ju përgjigjem. Ha, Atar Ibrahim al-Adhemi ka thënë, unë ju kallzoj pse nuk ju përgjigjet Allahu. Problemi nuk ka te Zoti, problemi te na. Ka thënë se ju përgjigjet, qala lianna qulubakum mayyita. Ka thënë Zoti nuk ja u ban juve kabull duat se zemrat i keni të vdekta. Ha? I vdektije, se ban duan me zemër të gjallë. Pas e ka thënë, i ka thënë, çka e ka myt? Çka e ka myt këtë zemër? Këto zemrat tona, çka i ka myt? Ka thënë Ibrahim ibn Adhemi, tajra i keni bë të këqija dhe nuk u pranon shkaku i këtyre tetëve Allahu subhanahu wa taala duat. Cilat janë këto? Dëgjoj me vëmendje se secili ka nevojë me u pranu duaja. Një dua me tu pranu e mirë. E jotja, e nanës tane, e babës tanë, e vllaut tanë për tyje, shpëton dunjan e ahiret. Njëherë dikush me thonë Zoti të mëshirov, dhe të mëshiron Zoti, po ti shpëton dunjan e ahiret. Këto fjala shpesh i përsërisim, pa azojnë vend, a shkojnë në qiell, a shkojnë te Zoti i Madh te bareke u teala dhe kthehen me përgjigje. Andaj kanë thënë Ibrahim ibn Adhemi, shumë doa na bojna, nuk e shojna përgjigjen. Pse? Ka thënë se ju i bëni 8 gjëra gabim. Cilat janë të 8 gjëra që i bëjmë gabim? Për të se ka thënë Abdullah ibn Mesudi, la yasma'u Allahu min musmi'. Allah jo çdo dua e pranon, ai çka shtiret nuk pranon. Cilat janë këto 8? E para, qal araftumullaha wa lam taqumu bihaqqihi. Ka thonë ju e njihni Allahun edhe nuk ja jepni hakin. E di që do të më falë dhe s'falet. E mësoni thot, e kam bani dua hoxha, po ti s'falesh. Çish u bona dua? Ti s'jep zeqat, ai e për zeqat. Vjen agjerimi edhe nuk e agjeron. Vjen haxhi nuk e ban haxhin. E sheh haram nuk e ti e njeh vallaj se ta ka bë haram dhe prapë ban. Çish do me të pranoj Allahu subhanahu wa taala lutjen? Andaj lutja pranohet kur ti ja jep hakin Allahut dhe pastaj lutesh. Andaj shikoj surën Fatiha. Surja Fatiha fillon me hakin e Allahut, pastaj ti kërkon. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kjo haki i Allahut. Pastaj thu ihdinas siratal mustaqim. Tash na udhëzo o Zot në rrugën e drejtë. Këto 4 ajete të para çfarë janë? Këtë për Allahin jam. Falënderimet janë më të mëdha veç për Allahun. Ai është i lavdëruar në qenjen e vet, në cilësitë e tina, Rahman, Rahim, Rabbul Alamin, Malik Yawmiddin, vetëm ty të adhurojmë, vetëm prej teje ndim kërkojmë, e tash lip. Njëherë pastroj oborrin, pastaj hajde, trokit mirë ç'ish duhet. Çfarë tha Ibrahim ibn Adhemi? Tha, ju e njihni Allahin dhe ç'a jepni hakin. E ç'ish do më të përgjigj Allahu subhanahu wa taala. A dhe tha, kjo është e para. Pastaj çfarë tha? Wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihududihi. Tha ju e keni lexuar Kur'anin, a nuk punoni me ligjet e tij. Si të cëllin musliman, në xhamia, jashtë xhamia, me enal, mi thonë, më falë vëlla, a i beson Kur'anit, thot, po, alhamdulillah, stakfirullah, ku libri Allahit, a punon me ketë, kjo mesele tjetër. E që shdo me në të përgjit Allah në doa? Ti e një diçka që Zotit qëta e ka ndalu, ligjë Zotit to. E shesit diçka Zotit e ka bo haram, dhe ti Allah e diskuton këta. Qysh me të pranu doaja? Apo, qysh me të pranu doaja? Por këta syje, ata qelë ti dikush derën, ti hitë se do ata, e shanë ata, e ofendon, edhe i thu, a ka bujrëm? Ska bujrëm, valla. Ska bujrëm se ti më shanë muhe, ti më ofendon muhe, ti më akuzon muhe, ti më banzullum muhe, mësani a ka bujrëm, ska bujrëm. Pse? So normal kjo. E na, asë një hak që ja japë në Zotit, Kur'an e lezojna, nuk punojna me ta, mësani, o Allah, ku do më të pranuhe? Punoni janë me ligjit e Zotit, punon me atë çka do Zoti, pastaj këshilla që është përgjigjet Allahu subhanahu wa taala. Tjeta cila, pastaj ka thënë: "Wa qultum nuhibbu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi." Ka thënë dhe ju keni thënë se e doni të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, a nuk punoni me rrugën e tij, nuk punoni me fjalët e tij, s'punoni me konfirmimet e tij, s'punoni me pëlqimet e tij, me sunnetin e tij. Me vetë si sëni bëneve, e do pejgamberin? Thot, po e du pejgamberi Allah, profeti Zotit alayhi salatu wassalam. A punon që shto taj? Që testi janë qëtu me dashni, a i do 1 milion euro ti? Po i do, apo? A i ki, jo? Po i do, këti dojnë. Me dasht, Allahu subhanahu wa ta'ala ka kushzuar dashnin e Allahut në Kur'an me ndjekin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kul
in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allahu ja thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thua ju njerëzve, çka kanë pretenduar. Thot Hasan al-Basriu, kjo është kriter, kjo test. Thujo atyre që ka pretenduar se e dojnë Zotin. Si ta doni Allahin, ndjekni Muhamedit alayhi salatu wassalam. Sa Allah çta e ka thënë të dërguar. Ti nuk mundesh të krijet veti, unë e di çka baj. Unë nuk mundesh me di çka bën. Për këtë arsye, tha, çish më u pranu juve Zoti duan, ju keni thënë se e doni pejgamberin alayhi salatu wassalam, a nuk e ndjekni rrugën e tij? Allah na mëson me ndjekë rrugën e tij, ya rabbal alamin. Pastaj thot Ibrahim ibn Adhemi, wa qultum nakhsha al-maut wa lam tasta'iddu lah. Çish më u bë juve kabull duaja kur ju thoni, valla tutna me vdek, a nuk bani hazër? Me na vetë cilin për neve, a tutësh me vdek? Çish tutët? Burrin më të madh vetë, burrin më të fortë, trimin më të madh, s'ka kret tutën. Tutën kret, thot Aliu radhiyallahu an. S'kena pa njeri më trim se Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Kur kemi pas lufta, kush ka pas trimnimin e ngat, e kemi llogarit, e kena llogarit trim. Pra kush ka pas trimni, mu mshef me masatina, e kena llogarit trim i madh. Se vëmësëm ka shku pik par frontit, pik bash përballë kanë net. E thot Aliu radhiyallahu an, e kena llogarit trim të madh, atë çka mshefët pas pejgamberit tale. Mu mshef mas atij boll rrezika. Pse? Se ka shkuar ti përpara. Apo si cilin me e vet, afrikohesh për vdekjes. Këtë frikon për vdekjes. E pse s'bash hazër Allah? Ti mu tut për vdekjes, po tutesh, po banu hazër. Andaj kur ardhi njëri te pejgamberi sa më tha, ja Rasulullah, kura kiameti, pejgamberi sa më çka tha? Ja kthej pyetjen me pyetje. Tha, pse je bo hazër, çka ki bo hazër ti? Na shpeshar i kemi përqefi shenjën e kiametit, kur del dexhalli o xho. Pse ti a ki me bo debat me ta, ki me çka u boti? Çka kimi boti atina? Jo vesh tash ta di valla. Çka duhet Allah falë sa bojnë vakse fal vet për dexhallin. Veti njerëzit për me përmbush kurreshtin e vet. Mirë, po çfarë do dobi kjo? Çfarë do dobi? Bëj gjëra që të bëjnë dobi. Apo nëse frikohemi për vdekjes, më e mira piketëve që la mu bo hazër, se s'ka ikje. Apo ban çka dush, s'ka ikje. Apo shikoj të ndërum xhamat, di xhamazë këna sot. Di xhamazë, kjo xhami shpesh ka xhamazë, zoti kena di xhamazë. Të janë ka njerëz që kanë jetuar me neve. Nana e dikujt, e tezja e dikujt, e halla e dikujt, e motra e dikujt. E kret na kada shkojnë te Zoti. Ata tha Ibrahim ibn Adhemi, tha, ju doni më pranu Allahi duan apo? Ju thoni që tutni bi vdekjes, a nuk bani hazër. Sëlli për neve nuk ka që ki njeri. Allah na përmisoft ja Rabbel Alamin. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Allahu gjitha thot në Kur'an, shejtani për juve është armik, andaj trajtone dhe merne si armik. Fa wata'tumuhu ala al-ma'asi. E ju shejtanin vend se me mor armik, ju i shkoni atina në harmoni. Çka ju thot? Apo çka ju thot? Sikur që tha Omar ibn Abdul Azizi rahimahullahu ta'ala, khalifja i pesë i muslimanëve, krijtari i drejtë i muslimanëve. Çfarë tha? Sa njeriu e mallkon shejtanin publik, a gjetin za e kodost. Cili për neve me ja përmen shejtani thot larg koft. A thonë që është do larg koft ai. A larg kofta, ama ti dost e kije në muhabet, në gjuna e ki dost. Apo me ja përmen shejtani dhe ati në kazino shka rrit gjithë ditën, thot larg kofti. Larg kofti, ama ti nga të kofti e ki ati. A i shka në gjuna, sa dojle të malkoj e shejtani, rahim e ta. Andaj që ka tha Ibrahim ibn Adhemi, qish do ti me të vënë dojel? Ti e rështu ka iblisi, a e shanë? Ti e shanë, po ti me ta i e. Sa njeri i shanë njerëzit të këqia, ma me ta. I shanë pun të këqia i banë. Koto njerëz tojnë, zbanaj gare. Zbanaj gare që ti i banë ato punë. Pasaj tha Ibrahim ibn Adhemi, wa kultum në khafun nar, wa arhaqtum ebdanakum fiha. Ju kini thanë se tut një për gjenemit. Me në vetë si cëllim për neve. A i tut është gjenemit, dhe valla s'kam qef me në gjenem. Allah i në rrupi gjenemit, ja Rabbel Alamin. Me nu dorën vetëm në ploqën e furës tane, e shporetit tanë. Vallaj, do njëherë, kur pa dëshirën tane të vënohet dora, ta nditën them. A unë që vana me nu me të fut në zarë në komplet aty? Ka njëherë, pa dëshirën tane, e shlën ujin të tushi nga ana e nëzet, apo? E banë rezil, një o familje kush e kalon ka nëzeti. A bëjnë atë gjunahe natë të ditë që ka në shtinë zjarën, edhe, si kujtë kërkur gjo. Qka tha Ibrahim ibn Adhemi? Tha ju po thoni si gjenemi ti tutni, ama kitë pun t'i bani që ju qojnë ati. A në pëse mi ju pranë Allahu dohe.
Ti rrugës xhenemit je nis. Je nis rrugë xhenemit, Allah çom xhenet. Po udhën ka e kije. Ti nëse nisësh për një udhë, e ke marr rrugën në veri, edhe njëri vet ka inshallah një kismet. Do çfarë ka nis Allah? Nuk mundesh me mrinj atje. Pastaj tha Ibrahim ibn Adhemi, "Wa qultum nuhibbul janna." Ju keni thënë se e doni xhenetin, wala lam ta'malu laha. Ama ju spunoni për xhenet. Thot: "Wa idha qumtum min furushikum ramaytum uyubakum wara'a dhuhurikum waftarashtum uyub an-nasi amamakum fa askhattum rabbakum fa kayfa yastajibu lakum." Pastaj tha e fundit: "Jo ju njerëz, kur bini me flet, krej gjunat e juve i gjuni mas shpine. Habe se s'kum bo pa leshkaune. Edhe i qitni për parasive gjunat e tjerve. Filani shumë keq, inshallah Allah nuk na e qonë në i dënim se i kem do kujshi shumë gjunaqar janë. A po tu të shpi gjunave të kujshive, a? Po tu të shpi gjunave të tjerve. Për veti, qka tha Ibrahimi me themi? Ku do një zotim ju përgjith juve, ju gjunat e juve i kini bot falta, apo? Se ju këfaru lena, bita isa i thënë, na të falta i kena gjunat, apo? Na në gjenem veç pak kena me i pas taj dalna. Na, si cili pineve, kur bje me flet, gjunat e kujna im tekën. Kur tekët gjunaj i kujna shkon dërmen. Nëse shkon gjunaj i jot, qysh do me të pranu Allah doaja. Andaj tha Ibrahim e themi, ju tha i gjuni gjunat e juve mas shpine, kishe sjan ato, i qitni për parasive gjunat e huja, apo? Edhe mirë një metat e njerëzve. Kështu e hidhnoni Zotin e juve, qysh do me ju përgjigjaj. Të janë 8 pengesat të cilat e pengojnë përgjigjen e duajës. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Allahu na bën prej atyre të cilat i përgjigjen Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ta bën Allahu prej atyre të cilat e duan Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala na mundson me jetu me islam, na mundson me jetu me iman. Allahu t'i gjallëron zemrat tona me iman. Allahu t'i gjallëron shpirtat tona me iman. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala, që Zoti jon xhel xhelaluhu na mundson që të ndriçojmë me këtë libër të madh. Na mundson Allahu subhanahu wa taala që veprat tona të mira të jenë të bëm kabull të Allahu subhanahu wa taala. E çdo e keqe, çdo gjuna, çdo gabim që e bëjmë, e që është prej durve tona, pe kamve tona, pe gjuhëve tona, Allahut na i fal, me rahmetin e tina, me maghfiretin e tina. E lutim Allahun subhanahu wa taala, që Zoti jon xhel xhelalu muslimanët kudo që janë në përbot, Allahu t'i ndihmon. Fuqarat prej tyre, skamnorët, ata që kanë nevojë për rahmetin e Zotit, sidomos në këtë dimën, ata fuqara, ata jetima dhe bunjak që s'kan mundësi me ngroh shtëpinë e vet, ata fëmijë që s'kan mundësi me ngroh shtëpinë e vet, Allahu t'u ndihmon, Allahu t'i pasuron, Allahu t'i mbron. E ata zullumqar dhe kriminal dhe fesaxhi dhe rrugaç të cilët bëjnë zullumen tok, Allahu ndërmes vetit i shpartallon. Ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.